Seanca plenare e kësaj të njëjtë u shoqërua me debate politike lidhur me raportin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë në vitin 2025, i miratuar pak ditë më parë në Komisionin për Punët e Jashtme të PS. Majoranca dhe opozita dhanë interpretime të ndryshme në përmbajtjen e dokumentit, duke e përdorur atë si argument në përplasjet politike mes palëve. Lexojeni mirë atë raport dhe del se cili nga ju të kuptoj se me atë vot krimi që ka dhënë për Ballukun i ka fut një thik pa shpine procesit të integrimit evropian të shqiptarëve. Lexojeni se fillon dhe mbaron absolutisht sikur ta kishte shkruar opozita në kuptimin e denoncimeve të saj, të vërtetave të saj për vitet tëra. Po kjo s'ka ndodhur, nuk është produkti opozitës. Atë raport që për zgjedhjet, edhe atë frazë që përdornit ju, se thonë se ishin kompetitive, ja u zhduk nga durët. Ligji është për zgjedhje kompetitive, kurse ju nuk i bëhet kompetitive, përkundër as i thot. Institucionet e shtetit u shkrin në një me strukturat e partisë. Kryegrupit parlamentar socialist Auland Balla ju përgjigj akuzave të opozitës dhe deklaroi se Partia Demokratike kishte dështuar në përpjekjen për të futur në rezolut formulime që sipas tij kishin karakter politik. Komisioni rrëzoi pjesën më të madhe të amendamenteve. E vërteta është që edhe pse ndonjë amendament ishte nisur me email nga Tirana, nuk e kaloi dot filtrin e komisionit të jashtëm dhe dokumenti sot është nga ana jonë i gjithë pranuar. Ndërkohë, kërkesa e deputetëve demokrat për të zhvilluar debat në kuvend mbi raportin e Parlamentit Evropian nuk mori mbështetjen e shumicës socialiste dhe u rrëzua me 72 vota kundër. Në sallë pati dhe episode të tjera tensionesh politike. Deputeti i nismës Shqipëria Bëhet Agron Shea i replikoi me drejtuesen e seancës pasi ai refuzoi 2 interpelanca me kryeministrin Edi Rama të kërkuara prej muajit tetor. Uluni ju lutem. Kontrolloni fjalorin tuaj, zoti Sheaj, se po dilni përtej kodit edhe përtej fjalorit të lejuar në Parlamentin e Shqipërisë. Mos e përsërisni këtë fjalor të palejuar. Mos e përsërisni edhe një herë. Zoti Agron Sheaj, në bazë të nenin 64 të rregullores, merrni masën disiplinore të reqe vëmendje. Zoti Agron Sheaj, në bazë të rregullores, merrni masën e dytë disiplinore, vërejtje. Keni marrë 2 masa disiplinore. Nëse vazhdoni përsëritjen, ju kujtoj rregulloren që do të merrni masën e tretë. Nga ana tjetër, deputeti socialist Erion Braçe ngriti sërish shqetësime për mungesën e përgjigjeve nga institucionet shtetërore ndaj kërkesave të deputetëve, duke e cilësuar këtë si mungesë respekti ndaj kuvendit. Debate për raportin e Parlamentit Evropian vijnë në një moment kur procesi i integrimit evropian dhe reforma demokratike vijojnë të mbeten në qendër të përplasjes politike mes majorancës dhe opozitës.